Për të gjithë juve që jetoni në Gjermani, nesër paralajmërohet rrezik i madh nëpër rrugët e Gjermanisë. Prandaj shikoni grupet e shkollave ku i keni fëmijët, pasi që shumë shkolla i kanë anuluar mësimet për nesër datën 9 janar 2026. Vllazën e motra, nesër pritet ta përfshi Gjermania një stuhi e quajtur Eli, e cila do të bje reshje shumë të mëdha bore, madje edhe do të jenë edhe rrugët shumë të ngrira pastaj, ku do të jetë shumë i vështirë qarkullimi në për rrugë. Prandaj edhe hekurullat kanë paralajmëruar për vonesa shumë të mëdha, gjithashtu shoferët, autobuset kanë thonë që nuk mund t'ju garantojmë siguri të plot fëmijëve, dhe për atë arsye shumë krojze, shumë lënde e kanë marrë vendimin që në për shumë shkolla të ndërpritet mësimi. Edhe për atë arsye ju njoftova dhone sot, shpërndoni këtë video që ta shohin të gjithë që jetojnë në Gjermani, lëndët të cilat do të jenë më të prekura janë Brandenburg, Berlin, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Thüringen dhe disa pjesë të Bayernit, por nuk është e sigurt se ku. Për atë arsye më mirë bëni kujdes të gjithë, edhe nëse nuk ju ka ndërprer shkolla mësimin, çoni fëmijën vet deri në shkollë, mos i lani të shkojnë vet pasi që nuk i dihet. Unë ju përshëndes të gjithëve me respekt. Muhamet Bajram Mehmeti, kaloni sa më mirë.